Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio në hapësirën e intervistës dhe do të kem nderin të zhvillojmë një intervistë, një lidhje në Skype me avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar për votën e diasporës, zgjedhjet e 11 majit, tjetërsimin e votës së diasporës, por jo vetëm, edhe raportin e fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për rënien e lindjeve në Shqipëri dhe rolin e patronazhistëve në këto zgjedhje të afërta parlamentare. Zoti Goxhaj, të përshëndes. Përshëndetje, kënaqësi që jam mes jush. Si çdo të diel, 4.5 prej vitit 2017 këtej. U bën 8 vjet tash. Zoti Goxhaj, zgjedhjet parlamentare janë afër. Çfarë mund të themi për rëndësinë e votës së diasporës dhe çfarë keni hasur deri më tani, nëse ka patur ndonjë problem apo një denoncim që ju mund të ngrini sa i përket edhe tjetërsimit të votës? Paraprakisht doja të kujtoja që këtë javë ne kemi nisur për 2 javësh kemi nisur një korrespondencë të njëanshme me KQZ-n, të njëanshme të ta nuk na përgjigjen. Madje. Konstatova që edhe në website-in e KQZ-s, ke portali brendshëm që përdorim ne subjektet zgjedhore, në komunimin e brendshëm, kishim shtirë gjithë dhënat, pavarësisht në aspektin publik më kishin lënë gjitha. Dhe kërkesa më e rëndësishme që quam javën parë ishte paraqitja e kamerave të regjistrimit votës në tavolinat e numërimit, të ishte një kamera e cila atë transmetim që bën brenda KQZ-s, sepse kjo janë gjitha të lidhura me KQZ-n, mjafton me një buton të vetëm të ishin dhe online. Dhe çdo kush mund të numëronte votën, sidomos diaspora të shikonte vetë numërimin e votës tyre. Kjo gjë nuk kushton asgjë, është një çmim shumë i ulët për buxhetin e KQZ-s, por për herë të parë do krijonte një hapësirë të jashtëzakonshme për transparencën e plotë të numërimit të votës dhe mbi të gjitha do dekurajonte çdo hajdut votash që do ishte përballë miliona dëshmitarëve. Dhe ai nuk do guxonte ta bënte sepse e di shumë mirë që këtë herë në marrëveshjen e SPAK-ut me KQZ-n është bërë shumë i lehtë procesi i kallëzimit penal dhe i dokumentimit për shkak të kamerave që janë të gjitha në regjistrim dhe të gjitha janë të ruajtura. Pra kjo do sillte një dekurajim të padëgjuar në 34 vjet të hajdutit të votës në tavolinë e numërimit. Dhe ende KQZ refuzon prej rreth 12 deri më sot, prej 8 ditësh refuzon që të kthejë një përgjigje të vetme, një përgjigje. Madje kjo shpjegon duket dhe pse kanë fshirë dhënat tona ke portali brendshëm i komunikimit. Ndërkohë që para 3 ditësh ne kemi dorëzuar në KQZ një kërkesë urgjente për një seancë urgjente dëgjimore, por mbi të gjitha për një rol që duhet luajë KQZ-ja në informimin e çdo shqiptari që voton jashtë shtetit, pra çdo shqiptar që i është dhënë mundësia për të votuar, që është regjistruar dhe i shkon zarfi nga IDL-s nga KQZ-ja, që të paraqesi një njoftim për këta njerëz, që çdo kush që guxon dhe fotografon votën e tij dhe e publikon atë apo i jep dikujt në një formë apo në një tjetër, rrezikon minimumi 3 vjet burg, 3 muaj burg deri në 3 vjet burg. Që do të thotë një shqiptar në diasporë, i cili në pafajësi plot nga një ran, apo në presionin e plot të familjarëve në Shqipëri që punojnë në administratë publike, për shkak të urdhrave kurth që i ka bërë administrata publike nëpërmjet drejtorit, shefit partisë, kandidat për deputet apo vetë ministrit, i kërkohet që ai të japi një provë që ka votuar për Partinë Socialiste. Të gjitha njerëzit nuk e kuptojnë që kur të vinë në verë me pushime në Shqipëri, do vinë familjarisht, ke aeroporti apo në portin e Durrësit, apo në doganën e Shqipërisë me Malezi, do t'i vendosen prangat. Dhe ai nuk e kupton dot që i del emri, dalin dhënat dhe ai është futur në një hall që nuk e zgjidh dot. Me kaq kohë burg sa ka parashikuar në kodit penal që është ruajtja e shtetisë votës, që doja t'rregoja tani, në këtë moment që çdo shqiptar që na ndjek, sepse Fox News ka një fëmijë që digjet shumë nga diaspora, është bërë që natën në batorës 3 darkës ditë e dielave, shqiptarët e Amerikës dhe Kanadas e shohin shumë se duhet nga shikimorëja e videove që rritet. Ky është neni i kodit penal. Në këtë nen të kodit penal thuhet tekstualisht shkelja e fshehtësisë së votës. Dhe unë dua t'ia lexoj çdo shqiptari në diasporë që ta kuptojë mirë çfarë rëndësie ka kjo. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e zgjedhësve nëpërmjet fotografimit të fletës së votimit, ose filmimit të saj, ose dokumentimit me çdo lloj mjeti dhe forme të mënyrës se si ka votuar, shfaqjes së tyre tek personat të tjerë, dhe ku ja tregon një patronazhist të Partisë Socialiste, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet. Kjo është shumë e rëndë, nga 3 muaj deri në 3 vjet.
Që do thotë çdo kush që guxon dhe bën këtë budallëk, për shkak të mosdijes, për shkak të faktit që me qëllim KQZ-ja se ka përfshirë në një informimi publik që ka bërë diasporës për këtë gjë, sepse KQZ-ja është e kapur nga Partia Socialiste, ti themi gjërat të qarta. Pavarësisht se ka komision miks, ne dim shumë mirë që kryetari i KQZ-s është një ish antar i bordit Fondacionit Soros. Ilian Celibashi ka qenë për 3 vjet kryetar, ka qenë antar i bordit Fondacionit Soros. Dhe ne dim gjithë lidhjet e tija me Partinë Socialiste dhe me Fondacionin Soros. Dhe këta qëllimisht si kanë informuar shqiptarët e diasporës për hallin që do t'i zente nëse do bënin gabimin që t'i përgjigjeshin presionit nga Tirana, që u vjen nga familjarët e tyre për t'i ruajtur vendin e punës nga urdhrat që u japin shefat që cilin prova që kanë votuar Partinë Socialiste. Unë duhet t'i bëj me dije çdo shqiptar në diasporë. Ka një problem edhe më të madh se sa të kapin në këtë moment. Ka një problem tjetër që është më i gjatë, më ngadalë dhe më i tmerrshëm. Është historia e Lugës Çorbës Prishur që do të vjedhë shtë jetën. Në moment që ti do të çosh një foton tënde, apo një filmim, apo një fakt caktuar, një dokumentim caktuar, apo do lesh një gjurmë caktuar që dikush e pa votën tënde, në atë moment ti do e shpengi atij njeriu për shumë vite. Ti do e shpeng, sa e të shantazhon mas një viti, 2 vjetë, shkërkon lek, të ushtron presion, sepse ai ka dorë të të marrin qafë, të të çojë fotografinë tënde në SPAK. Dhe ti do e gjithkohë spengi ti. Unë të kujtoj një gjë shumë të rëndësishme. Ti mund të japësh një përgjigje shumë të rregull, korrekte dhe pak pasur asnjë pasojë që ke frikë ta fotografosh votën. Ke frikë të lësh gjurmë, ke frikë të dokumentosh. Ke frikë sepse futesh në burg. Edhe familjari jo duhet ta kuptojë këtë gjë dhe kjo është një thirrje për gjithë familjarët e shqiptarëve të diasporës. Njoftojini të afërmit tuaj. Që po i merrni qafë, nëse do kërkoni të lëni gjurmë për këtë gjë. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë punë do ta bëni me të dy sot bashkë. Dhe da bënte KQZ-ja. Në këtë situatë, çfarë ju kërkoni shqiptarëve në diasporë? Të mos fotografojnë votën, votojnë për këtë ta ndjejnë, si ta ndjejnë, kur ta ndjejnë, çfarë do që të votojnë, ta votojnë me zemrën e tyre, të vendosin ata vetë si do bëhet, por të mos bëjnë gabimin e madh që ta fotografojnë, të jepin një provë, t'ia çojnë dikujt, të japin një provë dikujt, apo është edhe një problem akoma dhe më i madh që patronazhistët vinë dhe u marrin zarfin. Në atë moment ata kanë hyrë në një hall penal edhe më të madh akoma. Unë i bëj thirrje çdo shqiptari në diasporë të hapur vetyren në Shqipëri. Të mos bëjnë asnjë gabim sepse do hajnë dynjan. Do vinë në Shqipëri do gjejnë policë me pranga ke dera e aeroportit, apo e portit, apo e doganës. Ja u them me shumë sinqeritet. Këtë komunikim që po bëjmë ne të dy bashkë, nuk do ta bënim ne të dy, do ta bënte KQZ-ja. Ata po i fusin në kurth. Ne po e bëjmë këtë gjë për shkak të misionit publik. Unë vërtet jam një kandidat në listën e hapur të Partisë Demokratike si parti aleate në listën e Tiranës. Po kjo nuk ka të bëjë thjesht me interesin tim personal. Unë kam qenë gjithmonë avokat dhe këtë punë kam bërë gjithmonë. Dhe kam qenë një avokat interesit publik. Dhe slogani im është avokati juaj në parlament, që vazhdoj të bëj atë që kam bërë, jo me ato mjete që kam pas, po me mjetet e reja institucionale që është parlamenti. Po dhe këtë e kam shumë problem të rrit mos e bëj. Dhe sinqerisht kam 3 ditë me këtë shqetësim, kam që ditën e enjte me këtë shqetësim, që kur doli në momentin e parë tek faqja e Tiranës, fotografia e një familje emigrantësh që kishin nxjerrë zarfin e DL-s. Dhe më pas Blendi Klosi i cili paraqiti në mënyrë publike, me një fjalim publik, mesazhin që ne ju kontrollojmë votën, ne ju shohim votën, ne votuarës, ne kemi patronazhistët tanë që mbledhin informacion. Dhe kjo është edhe arsye që unë duhet t'ju kujtoj që ashtu siç i quam KQZ-s në datën 12, kërkesën tonë të vulosur për të bërë njoftimi publik në lidhje me atë që quhet njoftimi i gjithë, krijimi i gjithë mundësive që ne të shohim dhe të numërojmë votat tona në internet dhe atë që quam para 2 ditësh të KQZ-ja për të bërë një seancë dëgjimore urgjente që të njëjtën për ta bërë KQZ-n që të njoftoj publikun për dëmet, pasojat, hallet penale për belan që do gjenë shqiptarët diasporës nëpërmjet asaj që quhet kodit penal, lendi 327, shkelja e fshehtisë votës, ne paraqitëm dje, siç e kam këtu në dokument, një kallëzim penal për Edi Ramën. Për shkak se janë ditë pushimi dhe posta ka ato, si thosh, procedurën e vet, kjo nuk arrin dot të shkojë në SPAK brenda 24 orësh. Kjo arrin ditën e hënë martë, kjo lloj kallëzimi. Në këtë kallëzim është Edi Rama, Blendi Klosi dhe Partia Socialiste. Në këtë kallëzim parashikohet qartas dhe pastër
të provat dhe faktet se si Edi Rama dhe Blendi Klosi dhe Partia Socialiste në patronazhistëve ka shkelur çdo lloj standardi, çdo lloj ligji, duke demonstruar një, si thosh, organizim institucional partijak për të shkelur kodin penal Lenin 327 që përcakton për organizatorët e këtij fenomeni, që është Edi Rama, Blendi Klosi dhe shumë të tjerë, në ato dy kemi kapur me prova dhe me fakte, që ka të bëjë me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet. E them këtë gjë sepse Rama ka konsumuar veprat e tij penale për shkak se fjalimi i Blendi Klosit në mitingun e Dibrës u paraqit live dhe u suportua live nga Edi Rama në faqet e tija në Facebook dhe në përrethet e tij fizike në ambient. Është vetë Edi Rama, si thosh, drejtuesi i gjithë procesi, i gjitha fushatet të shkeljes ligjit, dhe kjo është edhe arsyeja pse nuk vepron KQZ-ja, po shkak se dihet që janë të kapur. Për këtë arsye dhe unë dua të kujtoj gjithëve që Edi Rama në çuam kallëzim penal. Po çdo shqiptar që rastësisht do i gjendet prova që e ka bërë këtë gabim nëpërmjet kapit celularit nga një patronazhist për shemb. Llogaritë një faktin, një patronazhist kapet nga KQZ-ja, nga prokuroria, policia, SPAK-u. Dhe i merret celulari. I merret për një vepër tjetër penale mëse, dhe aty gjenden provat. Gjenden provat se si ke çuar ti fotografinë e votës tënde. E hëngret dhe ti. Kjo është si ruleta ruse. Ruleta ruse është një kobure me mulli që ka një fishek në 6 vendet e fishekëve të mullirit kobures. Dhe rrotullohet. Po të kapi. Ti mund t'jesh po pse du t'i hapësh vetes gjithë të lashe? Për çfarë motivi? Për çfarë shkaku madhor duhet kesh që të shkosh me duart e tua në burg? Dhe çfarë familjar është ke ti që ta kërkojnë këtë gjë që të marrin qafë ty për të rrugë vendin e tyre të punës? Jemi në një situatë pak absurde dhe unë ndihem shumë i acaruar me këtë realitet, se si njerëzit janë, si thosh, kaq të verbër, kaq naiv dhe kaq të paqartë për një gjë që është një hall kaq e madh. Futesh në burg. Për çfarë? Për një gjë kaq të vogël. Ndërkohë që sistemi patronazhistëve këtë punë ka dhe me këtë është organizuar dhe unë paralajmëroj që patronazhistët do t'i çojmë të gjithë në kallëzim penal nëpërmjet atyre provave dhe fakteve që disponojmë nga viti 2021, për shkak se në vitin 2021 doli një databazë me patronazhistë e qarkut Tiranë. Dhe të gjitha patronazhistët kanë shkelur ligjin për shkak se kanë marrë pjesë në një proces që quhet përndjekje. Dhe ndërkohë që duke u referuar dhe presionit që ata ushtrojnë me prezencën e tyre fizikisht, ne do të kërkojmë KQZ-s që asnjë patronazhist i regjistruar në vitin 2021, në bazë patronazhistëve qarkut Tiranë, të mos ketë drejt të jetë antar komisionesh. Pra të mos jetë komisioner, të mos jetë vëzhgues, të mos ketë asnjë shans që të jetë pranë qendrave votimit, si një person i cili ushtron presion me rolin e tij publik. Duke qenë se Edi Rama ka prezantuar që partia vetë ka të bazuar patronazhimin në statutin e vet, që kjo është një situatë kështu te absurditetit, për te kushtetshmërisë, për te çdo logjike juridike, ne besojmë që veprimet tona mund të mos kenë një efekt menjëhershëm, por besojmë që me një reagim që ne po bëjmë gati për të paraqitur emrat e gjithë patronazhistëve sipas lagjeve, që çdo kush në lagje ta di ku ka spionin dhe fuksin e vet, pasi vetë patronazhimi në gjuhën shqipe, në origjinën e saj të fjalës nuk quhet patronazhim, por quhet fuks. Fuksim, fuks, patronazhist, patronazhim. Këto janë termat e vërteta reale që vijnë nga shkuara e Partisë Socialiste, ku dikur kishin fuksat në dispozicion. Tani ai ka kthyer gjithë partinë në parti fuksash. Ajo është parti fuksimi dhe fuksash. Dhe në këtë lloj logjike, në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, ne këtë javë paraqesim kallëzim penal edhe për të gjithë ushtrinë, bandën më saktë të patronazhistëve, që është një si thosh reminiscencë e sigurimit të shtetit, është një reminiscencë e organizimit të terrorit politik që organizonte Partia Komuniste në kohën e komunizmit mbi popullsinë civile. Dhe në këtë rastin ton, ne në këtë javë, duke qenë se mua më takon, unë jam avokat, në fund fare fushata ime në këto zgjedhje në qarkun Tiranë, listë në hapur në listën e Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ku unë jam kryetari i Partisë Aleanca Konservatore, përqendrohet në rolin e një avokati. Në një rol e një avokati në kushtet e një censure, ku unë prandaj falenderoj kaq shumë faktin për mundësinë që më jep, sepse jam në 10 televizionin në 10 vjet në censurë absolute, dhe unë do kundërpërgjigjem shumë fort në datën 1 maj për këtë censurë. Pra patronazhistët vijojnë në punën fuqishëm në këto zgjedhje parlamentare, pra pak para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.
Por duhet të ndalem edhe tek një tjetër lajm, është raporti fundit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilët vërej numrin e ullët të lindjeve në Shqipëri, pra dele para për numrin e ullët të lindjeve në vendin tonë. Kjo edhe për shkak të emigrimit, një plagë e thellë në shoqërinë shqiptare. Çfarë mund të themi për këtë? Po mund ta them me plot gojë që raporti OKB-s është i pasakt sepse është shumë optimist. Është më keq situatë. Raporti OKB-s ka zgjedhur Shqipërinë në vendin nr. 1 në botë për rënien e lidhshmërisë për shkak të shpopullimit. Por megjithatë, statistikat që jep raporti OKB-s, projeksionet që jep, janë përgatitur nga ekspertë besorë se ata i kanë zbutur shumë. Situata është shumë më keq se kaq. Nuk bëhet fjalë që në vitin 2050 kemi vetëm 10.000 lindje në vit. Bëhet fjalë që kemi vetëm 5-6.000 lindje me këtë projeksion. Po pyetja është do ketë Shqipërinë 2050-ën, po vazhdojmë me këtë ritëm, po vazhdojmë ky realitet. Dhe ata specialistë kanë fshehur dhënat, sepse po të marrim këto dhëna që fiton Partia Socialiste dhe vazhdon kjo punë, Shqipëri brenda 5-7 vjetësh do të fillojë mos ketë më shqiptar, do ketë Filipinas, do ketë Bangladeshas, do ketë çdo racë. Të gjitha dhënat e kësaj jave tregojnë që marrëveshja e qeverisë shqiptare me qeverinë filipinaseve bën fjalë që cilë këtë verë 20.000 Filipinas, ndërkohë që sipas të dokumentave dhe akteve të reja të qeverisë shqiptare i kanë dhënë mundësi që çdo emigrant të marrë dhe familjen me vete dhe të ketë të drejtën që të aplikojë dhe për të bërë shtetas shqiptar. Ta kanë ndërtuar një lehtësi absolute për të na zëvendësuar si popullsi. Që do të thotë unë i kujtoj gjithë shqiptarëve që këto nuk janë zgjedhje dhe këto janë vetë fundit një herë. Janë të fundit se 2029-ën s'do ketë kush të votojë, po fitoi prapë Rama. Dhe kjo do varet shumë nga shumë faktorë, nga shpërvërja e votës në partitë e vogla, të cilat nuk nxjerrin dot mandate. Për shembull, llogarisë një parti që bën fushat për të mbledh vota, me atë teorinë që jemi kundër klasës politike, shkon në Shkodër, shkon në Vlorë, mbledh vota, por s'i dot mandat deputeti. Të gjitha këto vota që ai gënjen njerëzit, duke i thënë që më jepni mua se do nxjerr mandat deputeti, ai di që nuk i nxjerr, e ka shumë qartë që nuk i nxjerr. Ky është një mashtrim që po i bën elektoratu. Sepse po ti ishte sinqert i thosh, "Ore, ne nuk nxjerrim." Dhe do ri Rama në pushtet me këto vota që ne shpërbëjmë. Po ju gjithsesi më jepni. Po ti ishte sinqert, dakord, është një zgjedhje, ore, s'du më ja dhën opozitës, s'du më ja dhën PD-s me koalicionin e vet me partitë e veta, po jap këtij partisë vogël, po themi, këtij kandidat që pëlqen mua. Po të paktën ta dinë çfarë po bëjnë. Po këta i gënjejnë, i mashtrojnë, i thonë si nuk u tregojnë sekretet e matematikës elektorale. Ky është mashtrimi i madh që bëjnë partitë e vogla. Në Tiranë e kuptoj, është një luftë sepse ata mund të nxjerrin mandate. Po në rreth e kjo është një lojë, s'dush për të mbajtur Ramën pushtet, për të qenë kundër. Dhe unë dua të kujtoj të gjithëve që ne kur bëm zgjedhjen tonë për të bërë aleancë me Partinë Demokratike, arsye kryesore që ne e bëm këtë aleancë nuk ishte qëndrimi ideologjik që ne kemi ndaj gjëra, kemi krejt ndryshme. Ne kemi program krejt tjetër politik. Ne jemi për një shtet minimalist fare. Ne kemi projekt krejt tjetër politik nga Partia Demokratike. Ne jemi forcë konservatore e djathtë. Dhe këtë mund ta konsultojë çdo kush në Wikipedia në anglisht se çfarë parti jemi ne. Ne jemi parti njësoj si partitë ekstremit djathtë në Europë, që quaj këta ekstremit djathtë, që partia krau djathtë. Por ne zgjodhëm të jemi në këtë koalicion. Pikërisht që vota jon mos tradhtojë elektoratin, që vota jon të shkojë kundër Ramës, sepse vota jon nuk mund të shpërdorohet pro Ramës, duke mos nxjerr mandate kjo duke rritur fuqinë Ramës për të nxjerr mandate më shumë. Se ky është ligji jon elektoral. Ky është pisnoku jon elektoral. Dhe ne bëm një zgjedhje që në 12 mart kemi faqen e bardhë. Sa do pak vota, as shumë vota të marrim, asnjë votë jonë nuk shpërbëhet. Dhe ne pikërisht kemi hyrë në këtë koalicion që vota jon të ketë vlerë maksimale. Dhe duhet të kujtoj gjithë publikut që është shumë e thjeshtë të kërkosh votën. Por duhet të shpjegosh njerëzve ç'vlerë ka vota jote në finale. Kjo është gjëja më e rëndësishme nga gjithë. Ç'vlerë ka vota në finale. Kjo votë a e dëmton këtë regjim? A e rrëzon këtë regjim është më e rëndësishme? Kjo është pyetja më e rëndësishme nga gjitha pyetjet. Nëse ti nuk ja shpjegon njerëzve se çfarë vlere ka vota jote, në këtë moment vota jote është shpërbër. Më pëlqen shumë pak kjo zhurma që dëgjoj këtu në sfond, se në Shqipëri të merr malli dëgjosh zhurmë fëmijësh, zhurmë të rinj që gëzojnë, sepse në këtë vend po ikin të gjithë. Dhe ju dëgjoni këtë zhurmë, besoj që ishte nga sfondi. Janë gjimnazistë të cilët po gëzojnë një ditë të diele, ditë pushimi. Zoti Goxhaj. Bredhim në Shqipëri nuk gjejmë zhurmë kalamajsh. Shkojmë për taku njerëz, nuk gjejmë zhurmë kalamajsh. Është boshatis Shqipëria dhe kjo votë duhet të jetë votë për të shpëtuar Shqipërinë nga zhbërja. Zoti Goxhaj, për ta përmbyllur, në këtë situatë në cilët ndodhet vendi ynë dhe ndodhen të gjithë shqiptarët, cila është thirrja juaj? Në fakt, unë doja vetëm shtoja diçka, lutem nëse kam mundësinë. Tu kam një dokument që i bëj thirrje çdo qytetarit të Bashkisë Tiranë. Ky është një fletë që i ka shkuar nga Bashkia Tiranë, nga Ujtjellsi,
qytetarëve në shtëpinë e vet. Në këtë dokument, që unë kam të regjistruar dhe do ta çojmë në kallëzim penal gjithë institucionin përkatës, Bashkia e Tiranës nëpërmjet UKT-s i kërkon qytetarëve shqiptarë në Tiranë me faturën e ujit, ka çuar një letër që u kërkon atyre që të dorëzojnë këto dokumenta. Dëgjoni se shumë e rëndë. Në këtë dokument thuhet: lutemi merrni masa në përmbushje detyrimit tuaj përmes operatorëve të terrenit. Operatorëve të terrenit janë operatorët patronazhistë të terrenit. Fiksoni këtë fjalë, duke i vënë në dispozicion atyre të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Kartë identitetit, librezë uji, certifikate pronësisë bashkë me kartelën shoqëruese. Di çdo thotë kjo, të tregosh kë ke në trung familjar, kush ka sa përqind pronës ka këtu, sa atje, çka këtu, çka atje. Të dhëna krejtësisht konfidente që i ka vetëm qytetari, noteri dhe kadastri. Dhe kontratën e shitblerjes pronës. E të tjerë që janë dhe dokumente trashëgimisë. Kjo është një akt krejtësisht i paligjshëm që po ja çon bashkia dhe siç thot këtu, ne do vim t'ju takojmë në shtëpinë tuaj. Janë patronazhistë që po vinë të takojnë qytetarët para zgjedhjeve për të bërë presion. Dhe këta u kërkojnë të dhëna qytetarëve në kundërshtim plot me ligjin. Nenet që janë referuar në këtë shkresë nuk kanë asnjë lidhje me dorëzimin e dokumentave konfidencial juridik të pronësisë mbi pronën që kanë qytetarët shqiptar ujësjellësit të Tiranë. Ujësjellësi nuk ka asnjë mjet institucional garantimi të ruajtjes së të dhënave personale të qytetarëve. Këta po bëjnë një databazë pronësie dhe mbi të gjitha, pjesa më e rëndë në këtë dokument, unë do t'ja ofroja, është numri i telefonit. Shikoni pak. Ky numër telefon nuk është numër zyrtar. Ky është numër WhatsApp i patronazhistësh. Ky numër nuk është një numër institucional i korrespondencës së qytetarit me shtetin, që të bëj ankimin dhe të bëj kundërshtimin përkatës. Ky është një moment shumë i rëndë dhe do të paraqisim edhe në KQZ këtë, dhe ky dokument i Bashkisë Tiranë është pjesë e patronazhimit. Armiqtë e shqiptarëve në këto zgjedhje dhe për të ardhmen që vinë dhe për aty që kaluam janë patronazhistë. Këta nuk janë shqiptarë, këta janë bashkëbozuk, këta janë bandit, këta janë kriminal të rekrutuar nga regjimi Quisling anti-shqiptar. Arsyeja pse unë jam në këtë sfond, është pikërisht se kam ardhur ke porta e foles së qyqes, Storos, që ka prodhuar këto çdo qyqe në Shqipëri, që kanë pushtuar Shqipërinë. Dhe patronazhistë duhet shpallur me një herë të paligjshëm. Ky është objektivi jonë elektoral dhe të kam edhe unë rol si avokat. Dhe i bëj thirrje çdo shqiptarit të votojë për këtë dojë, vetëm të mendojë mirë kur ja votën. Do japësh votën që të numërohet me Rzu Ramën, apo do japësh votën që të shpërdorohet. Zoti Goxhaj, unë të falenderoj për këtë intervistë. Falenderoj shumë e dashur. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente në një intervistë lidhje me Skype me avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar për votën e diasporës, rolin e patronazhistëve para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, por jo vetëm edhe raportin e fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilët theksojnë faktin që Shqipëria ka rënje të numrit të lindjeve, kjo edhe për shkak të emigrimit. Në këto momente kalojmë në një hapësirë publicitare.